Urdhënimet e shenjtës Kish. Let urdhënime Zoti I la me I mbajtur të ta njerëzimi. E 5 tjera kisha ka me I mbajtur mbar kështenimi. Zotin krejt për Zot në dish urdhënimet e kishës si prish. Pse të kështend me I rregullue, Zoti kishën e ka vue. Asaj tëgër I lët plot mbi kështenimin e kësaj bote. Kur ai thot Pjetrit këshill, një ato fjallë që I ngjejmë në ngjill. Ti çka t'lesh në këtë jetë, unë kam lill në qiell për jetë. E çka të zgjesh prap ti këtun, nalt në qiell kam me zgjell unë. Pra kush ligjet e kishës dëgjon, ai krejt Krishtin e nderon. E kush ligjet e kishës si ruan, ai drejt Krishtit e ban llon. Thot maja spori shenjtja kish me pa mish e u I kështen të vish. Në ditë të diell që është e Zotit, në fest urdhnuame e të gjithë motmotit. Na thot në dytin me gjinua, e si duhet me krezmua. Edhe I treti me dobi, na urdhnon në gjithë kështeni. Me orfye me till ta lot, sa do pak një herë në mot. Edhe pash vet me u kungu, do mos do në ka urdhnu. Mos mu ba mund dazëm, thot urdhni I 4 në t'lidhun mot. Thot I 5 me pagua, kishës pagesën si të jetë vua. E marrën nga shujta shpirtnore.